besimtari dynjan, vend në cilin para përgatitja bëhet për të shpëtuar në ahiret. Çka është dynjaja? Lehun wa la'ibun, tha Kur'ani Kerimi, është lojë dhe është dëfrim. Kurse jeta e ahiretit, atëherë përballesh me realitetin. Sikurse ato lojtarët kur luajnë në futball atje, në disa momente nervozizmi mund të grindën e ku ta diun e në fund çka thojnë? Thojnë ma bëj halal se lojshin duke bërë. Pra ishin në disa momente çka po luani. Kurse tani po kthehemi pranë realitet. E pra e njëjta është dynjaja dhe realiteti në ahiretin. Pra krejt kjo çka bën, nuk duhet njeriu për çështjet e dynjas, për sende çka janë kalimtare, të mbaj hidrim Zot na ruaj me prind, të mbaj hidrim me vllazni, të mbaj hidrim me miq dhe kështu me radhë. Në fund të ditës shkoshtrihet dorën e pajtesës. Sepse në realitetin e ahiretit kjo gjë vlen shumë. Kurse e kundërta e saj është shkatërrim i madh. Pra, duhet me qenë me kuptuar çka është dynjaja, është vend në cilin e mbjellin gjëra. Për çka? Që t'i korrim nesër në ahiret kur dalim para Zotit të Xhelal. E ajeti i Kur'anit çka na tregon? Na tregon që ka disa njerëz të cilët menduan dhe harruan vdekjen. Jetuan me të mirat e Zotit, por s'menduan që do të vdesin. Por edhe nëse menduan, thanë që nuk ka më jetë pas vdekjes. Çfarë bindje e madhe, çfarë zbulim i madh. E Kur'ani na tregon nuk këtajën ata të cilët e shitën jetën e ahiretit për kënaqësitë dhe mashtrimet dhe iluzionet e dynjas. E kur përballen para Allahut të madhëruar, ato nuk ka diçka çka i shpëton dhe nuk ka diçka më çka i ndihmon para Zotit botrave. Mesazhi i krejt kësaj dhe krejt këtij ajeti çka është? Që neve përsërisim shpesh, por nuk duam të dëgjohet vetëm nga veshi, duam të dëgjohet nga zemrat tona. Cili është ai? Me kuptuar rolin tënd si njeri, çfarë jeti? Një krijesë e Zotit që nëse nuk do kishte dashur Zoti, nuk do të kishte asgjë, bile edhe ti vetë do ekzistoje. Kejfe tekfurune billahi wa kuntum amwata wa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Si ju po mohoni Zotin e juaj, si ju po i bindeni atij, kur ju ishit inekzistent, ju ishit asgjë, nuk ekzistonit, e ai me një kun fejekun ju krijoi juve. E pastaj ju dha jetën, ju bëri të gjallë, dhe ai është i cili e merr atë. Ai pra do vjen vdekjen, ai është po ashtu që nga vdekja ju ringjall përsëri në ditën e gjykimit. Cili Zot po e mohoni ju? Cili Zot? Kujt Zoti nuk po i bindeni ju? Ati i cili të dha jetë, ati i cili të ka dhënë mirësi, ati i cili të ka mundësuar që jo gjëra të mira në jetën e dynjas. Kujt Zoti nuk po i bindeni ju? Qalilan ma tashkurun. Të pak, një pakicë vogël janë ato të cilët janë mirënjohës të vërtetë ndaj Allahut të madhëruar. E na tregoi Kur'ani Kerimi inni ja'ilun fil ardi khalife. Sa ajeti madhështor është ky. Çka është njeriu? Ky njeri që ne po flasim ka që thjesht. Krahasim me krijesa të tjera, çka është njeriu? Inni ja'ilun fil ardi khalife. Kur ju tregoi me lekeve Rabbul Alamin, wa idh qala rabbuka lil malaikati, kur Zoti u dha lajmin e madh melekëve që do të krijojnë sipërfaqen tokës, çka? Një krijesë që mund dukemi shumë të thjeshtë, por krahasim me krijesa të tjera, jemi më këmbës i tyre, jemi pronari i tyre, do të krijojnë një krijesë që do të jetë më këmbës i sipërfaqes së tokës. Një krijesë shumë madhështore, e Zot na ruaj kjo krijesë bie në një deregje çka edhe hajvani nuk i përdor se vetë ashtu. Çka mund t'i themi kësaj krijese? E njeriu pra ka vlerë kur ai ka balancin e dynjas dhe ahiretit.